do më folësh për të 4 politikanët Pa, që i kanë sundu politikën shqiptare këto 30 vjet. patjetër. Sali Berishën, Pa, Fatos Nanën, pa, Ilir Metën, pa, edhe Edi Ramën. Pa, Edi Ramën. Amërsina për fund. Amërsina për fund. Okej. Nëse fillo me Sali Berishën. Pa. Sali Berisha është punëtor shumë i madh. Aq vullnet ka Sali Berisha, ka një vullnet papam, të hekur, sa që ri me orë tëra i bom letën 2 natës. 2 natës i bom letën e këshillit ministrave. 2 natës i në punë. Po ka i gabim madh Sali Berisha. Ta thep trosh, ta dire Sali Berisha. Nuk delegon. Nuk delegon. Pa, sekreti menaxhimit mirë është delegimi. Delegimi. Krishtia delegoi 12 dishepujve. Pa. Punën u prap gjithë botën. Ses delegon. Kompleks? E ka kompleks, është perfeksionist. Është perfeksionist. I bo punët vetë. Ka një shprehje greku. Greku ka një shprehje që marrë nga minoriteti shqiptar. Minoriteti shqiptar ka shprehjen, domethënë. Minoriteti shqiptar në Greqi dhe në Shqipëri. E ka të shprehje nga mamaja Stavri Trakos, e ka Konstantina. Mamaja Stavri Trakos, gjyshe i thoshte, mama s'kos dhe i thoshte. Biri im thoshte, ujku e ka qafën e trash sa hamish pa porosi. Ujku e ka qafën e trash sa hamish pa porosi. I bo punët vetë. I bo punët vetë. Ujku e bo punën vetë. Tash ti. Edhe Sali Berisha po punët vetë. Më thuj. Po puna është të punë duhet ekip. Edi Rama ka qenë baseballist. Lunë ekip. Mirë, të mërë. Tash ti. Më thuj numëro 3 gjona të mira dhe 3 gjona të këqija për Sali Berishën. 3 gjona të mira është që ishte aq i zgjuar domethënë dhe punë komgullës, sa që bëri një kalim nga sekretar partie i PPSH-s në kryetar partie të PD-s. Pa. Kjo është gjëja e parë. Është merit kjo, se pajësori ju dash gjithë vites po mezi konvertohet ballist. Pa. Pajësori akoma komunist ka gjen. Pa. Po erdhën prona tha, po janë dilë zetin prona tha. Vazhdo tjetër. Po ballista. Hajde vazhdo. Kuptova. Tjetra 2. Është mjek shumë i fortë, që pse gjermanishtën, frëngjishtën, të gjitha është i kap gjuhët shumë shpejt. Për specialitetin e vet ka qenë i kap gjuhët po çapras që i fol. Nuk di me i fal. Anglishtën të paktën që e gjykoj mirë, se anglishtën e kam akademike. Nuk di me e fol. E flet mo, it's a miracle of freedom! I tha NATO sa atë dhe NATO. George Bushi. Miracle of freedom. Tash edhe një tjetër të mirë, edhe një tjetër të mirë. Një pra ke edhe një të mirë. Një të mirë tjetër. Besnik ndaj Grus. Besnik ndaj Grus. Ndaj Liris. Po ku e di ti këtë? E di këtë unë. E di është besnik. S'ka shku në me femër tjetër me. Ja, shkode te Aleksandr Salabandi i SHP-ja, i qëraste mami gjonat, se mami nga shefe kuadrit, kaloi pastaj kur shkri shefe kuadrit, kaloi sekretare, protokolliste dhe arshiviste. A ishe buri ndershëm. Tash 3 këqija, 3 gabime që i ka bë. Pa, vrasje pa fund. Vrasje pa. Ka qeru të gjithë. Gjithë i ka qeru, kundërshtar, gjithë pretendentët. S'ka lënë asnjë pretendent për ta merrë Partinë Demokratike. Po. As Soldashi nuk e la, as Azemajdarin atëherë që e morin fillim Azemi me Meksin, nuk e la. As Azemajdarin, as Soldashi nuk e la, as Kosta Trebickën që erdhën 2 klinera nga CIA që e zhduk Kosta Trebickën. As Bujar Nishani nuk e la. E Bamir Topin e dëboi. Po për Gërdecin e. Pa pra, Gërdecin 21 janarin, pa. Edhe Gërdecin 21 janarin. Ka bo shumë Berisha. Po tropoja që e përmendet më tepër. Edhe Haklajt e përmend në çpari, po. Jo vetëm Haklajt, vra 200 vet, tropoja gjatë. Aq tash thon, aq 200 vet, po. Po. Tash tjetër të keqe, çka ka bë? Tjetër të keqe, ekonomia tregut, që ne bërim shok ekonomi me Gramos Pashkun. Gramos Pashkun ndjes pas iku aty ku iku, po si ka ik, si u prish ai motori helikopterit su mor vesh. Su mor vesh, E di Berisha atë. Berisha është poliagent. Është poliagent. Është polihidrik, me shumë cepa. Është edhe agenti UDB-s, edhe agenti KGB-s, edhe i Esfalis, po i CIA-s nuk është. I CIA-s nuk është. Ja, nuk është amerikan. E di CIA këtë? Se do amerikan këtë, e di, se zhduk Gerdi Bogdanin. Me zhduk Gerdi Bogdanin. Se kush zhduk Gerdi Bogdanin? S'ka rëndësi tash, pak dijen. Janë gjëra për doktor Petrin dhe mua, për familjen Bush. Ti e di, ti e ke qartë. Kur do ta thush? Pas ça më thon, zot më thon se bëhet e dira Çapani bëhet keq. Gerdi Bogdani. Medalje Ari Fuçi me medaljen në New York. Parlena me medaljen pa ai. Po çaçuni Flori. Çaçuni. E pas te Fatostan, kur erdhi me Fatostan. Nuk mund. 2003 dy sa kisha ardhur atëherë, bëm një takim me Fatostan, me Fatos Tarifan. Ke ajo parti që është. Po nisi te Gramos Pashku në universitet, computer science, shkenca kompjuterike. Tashi. Te Universiteti i New Yorkut. 2 të kia. Te New Yorkut. Kush e ke qenë tre? E treta kam dyshim që Berisha ka
dorë dhe vrasë mama Valentinës, mama sime. Wow. Pa, nëpërmjet Ermal Krutanit në Devonport në UK, në London, në East London, në lidhje të Londrës. Pse do ta vriste? Se Ermal Krutani ka ikur me vark, me motoskaf në 25 janar, ikur në Itali. Atë ditë që ishe vra mamin të hënën në 9 i qerek, të nesme ka ikur në Itali. E mbas Italisë në një video që ka dhënë Albanians, liderët alban në UK, që ka dhënë një website, një portal, që i bëjnë video shqiptarëve më të ndritur të Londrës, e të Anglisë, që ikën si imigrant. Ai thoshte në datë 25 shkova, jetova 2 vjet në Milano ose në Itali, dhe pastaj jeta në United Kingdom, në Devonport Accounts, po unë kisha një shok tha që ishte më dobët se unë matematik tha. Unë e kapi matematikën më shpejt se ai. Më thoshte për mua, se vinte merrte detyrat e shtëpia ime. Po. A tha, ai ishte tha shumë i trashtë, smerte vesh tha. Kupton? Po unë tha isha më i zgjuar se ai matematik tha, unë i bëja fap, ai i bëte me zgjedhje të gjatë. Me zgjedhje të gjatë. Unë i bëja me zgjedhje të shkurtë, i bëja shpejt tha. Ja se s'ka gjë puna. Tash marrëm me Berishën. Ermal Krutani kur e vrau ka marrë parë e Ridvan Bodës. Gjithë parët e Ridvan Bodës i menaxhon Ermal Krutani në Londër. Wow. Në Devonport Accounts, Devonport. Si e ka ky, si e ka? Ermal Krutani ka pasur shok lagje. Te rruga Odise Paskali sot aty te shtëpia. Te shtëpia e Qerm Çabeit përballë shkollës Kongresi Lushës. Ermal Krutani, po. Krutani ka marrë parët e Ridvan Bodës. Ta verifikoj Skotland Yard. Parët e Ridvan. Edhe Spaku ta verifikoj. Ridvan Bodës. Ridvan Bodës, po. Që i ka investuar në Angli. Pa. Si gjithë të oligarkët. Do të parët e Berishës e Ridvan Bodës, kuptohet? Pa. Kjo është e keqja më e madhe. Pa, tash. E keqja tretë. Keqja tretë. Tash vazhdojmë ke Ilir Meta. Pa. Çdo me ditë për Ilir Meta. 3 shpeta Ilir Meta, 3. Të mira. Të mira 3 qija. Çonë që holl politikë qeveri, se trim. Nga Cepani, nga ndonjë që tjetër nga fshatat e Skaparit, ishte trim u holl në Rini, u bë kryeminist më i ri bashkë me atë. Ta bëa si punë tjetër. Po s'ka gjë danoçë, s'ka gjë, po puna ishte ka një peng madh i Ilir Meta. Pengu më i madh as nuk studiova një herë jashtë. Po. Nuk shkova një herë jashtë, bëj një kurs, një gjë, një trajnim, studoja jashtë. Maroj. Tjetër, e dyta. Kursi i komunizmit, elita që thënë ku ja bë elita apo s'ja bë elita? Komunizmi nuk bën elita, bën vetëm shkollë bashkim sovjetik. Po. Dakor, tash bën drejtor Agol, bën Ismail Kadare, bën letërsina edhe inxhinierina. Bën Ramiz Ali në Moskë. Por shkenca politike. Po. Ramiz Ali e bën lojën, po. Tash mira e dytë. E mira e dytë është që u dashuroi herët me Monikën. E kishte sekretare, siç ai kishte dhe partia, po e Pikasi. E Pikasi si lider me Monikën, ai ishte dashuria me shikim parë me të. Do të vazhdonte dashuria, mos e bënin për shkenca politike tani, mos e bënin për ekonomi, ndanin pasuritë e gjëra që mos kapin as pagu, e të prishin marrëdhënie me familjen, se ka 3 fëmijë të bukur. Ka çonë 2 goca. Po. Mira e tretë. E mira e tretë është nga Skapari heroik dënoç, është aty ku ka qenë Lançi. Okej. Lançi. U më dhënë 3 qija, shpejt. 3 qija është u korruptoi gjatë rrugës. U korruptoi e ka vjedh në gjë. Po kur doli me video aty te Dritan Prifti, 21 janari që u bë 700 milion ku i çove tha. 700 milion valla, a 700.000 euro, dollar, 700.000. Po thënë nëpër kafeneria thonë që ka vjedh edhe Florinë e Krabës. Po 700.000 kanë parë xhepi këta burr. Po 700.000 nuk e kanë gjë. Unë s'e korruptoj asnjëherë, pasi gram. Jo ti më ja them këta. Po grande vlla, më thonë sa do marr, që do $67 marrë, 3 ditë punë e kam. Po tash unë nuk po diskutoj politika ti, a theti tash për Ridvan Bodën e për atë. 700.000 kanë parë xhepi ata. I bëjnë për një vacation. Tash problemi është po ti Meta po. Ja tjetër ç'a bën tash? Po çat qija s'ka çat. Çat qija, 3 qija tash. Të qija pra një parë është që u korruptu gjatë rrugës. Po, e dyta. E dyta është që në kohë të lirë Ilir Meta, kur unë dile me dashurën time nga Skrapari. Nga Skrapari po nga Skrapari nga Vëndresha. Ku Klara tash? Klara më la. Të la? Pse të la? Më la se u friksu nga konjunkturat, nga dijet e mia, nga njohuritë e mia. Kur e takova me doktor Petrit aty që kemi papa, se takohet e Rognerit me doktor Petrit këtu. Hangra mëngjes bashkë me Klarën. Vazhdo tash. Doktor Petri tha bën tha. Pa, dija, vazhdo për të si e dyta? Ku e lam? Te dyta? E dyta, po. Ku shkoj me Klarën dhe me Blertën tek një restorant këtu, mbrapa kullave binjake, te kullat e këtu te përballë kryeministrisë. Shkoj në një restorant, s'po përmend emrin për reklam, s'po përmend emrin. Shkoj te dhoma fshet.
Të dhoma fshet aty. Aty ishte Klara me Blertë, me motrën, pa anin bukë, në një tavolinë. Tavolinë tjetër ishte Ilir Meta me dy gringo. Jo gringo, po ishte me dy të krimit të organizuar. Ka një fiti? Topi puro. Ata topi puro. U shkoj me vonesë. Shkoj me vonesë i thash Klash, hajde ham, do hajde unë tash. Ul aty, edhe një sy këtej, një sy anej. Iliri topi puro Iliri. Edhe ishte tjetër njëri. Tjetër nga televizori. Tjetër nga televizori. Treta? Me e kishe tretë. E kishe tretë Iliri dash. S'ka të keqe tretë. S'ka të keqe. Ja, kaq, do dy fshija ka. Mirë, hajt. Tash ti. Ata të kishin e tretë. Po. E kishe tretë që ai lindi nga një vend që se kishte fatin vetë që ku ka lind, sa ashtu ndodhi fati që lindi atje, ku ha pula gurvlla. S'ka parë ha pula gurvlla. E janë të pa ngopur vlla. Janë varfanjak. Fukarallëk maskarallëk ka thënë Erdogani. Okej. Tash ti. Vazhdojmë, kemi bom Berishën, bom Ilirën, Fatos Nanon. Po, Fatos Nanon. Tret shpeta, pam. Fatos Nanon në takimin e parë që pata sa erdha nga Amerika, më tha, ishte pishëm, tha, ja bërë shurën e Amerikës. Unë ngela pa batut, s'kisha batut, që të këtheja. Më kapi të bat, ishte shumë i zgjuar, shumë inteligent. Shumë inteligent. Kur dilte nga kazinoja, e Tajvanit, që vinte me makinë aty me bodyguardin e vet, se shefin e bodyguardit ka qenë vllai Nandi Leshit, i burit tezës time, Adnan Leshit. Ka qenë Agim Leshi. Agim Leshi ditë të gjitha, po vdiqi shkreti. Ti mori me vete. Po. E gjunaf, se si e shpika e leucemia nuk e mora vesh. Po puna është Agim Leshi, domethënë dinë shumë gjona, edhe për Ilir Metën, për të gjithë. Tash më thuj tretë si kur doli atë të shtëpia të Shallvarit, do shkote shtëpiave të Shallvarit. Unë po kaloja me dashur time. Po. A tha, hello sir, how are you? Foli anglisht. Hey sir, fillon anglisht duke i fol. Ai është Joana Nanon. Më respektoj? Po. Më respektoj? Po. Ditë të respektonte atë Nanon. Pa, ishte çon qytetar. Ishte deponer. Pa. Çuni thanas. Çuni thanas. Jo. Tash e mira dytë, shpejt. E mira dytë thash pra, apo çfarë thash? Parën the pra që takoj tha hello. E para pastaj ishte filozof danaça. Ishte ekonomi politike, un kam bër klasën e ekonomisë politike me Nancy Youngun për Regentin, për masterin. Klasën e ekonomia politike 615. E treta. Kam bër, mu desh 2 vjet me boj klas. 2 vjet me boj klas. Po më personale, më thuaj çka ka bot mirë në qeverisjen e ekonomi politike danaça, ekonomi politike. Po çka ka bot mirë në qeverisje më valla, po flasim nuk po flasim. Ditë delegonta, atë që s'di Berisha. Pa, bjerë. Ditë delegonte. Elin 12 shkollën punë. Gjithë kishin punë. Punonin gjithë për qef. Dhe liberali më liberali Partia Socialiste ai liberali. Ora, mos ishte ai, do kishte marr fund, nuk bëhej Partia Komuniste, Partia Socialiste, Partia Punës valla. Pa. Do të ishte shkri. Tash ti. E mira tretë. E mira tretë. Ose ai boni oligarkët valla. Gjithë biznesmenët ai boni biznesmen. Ai boni. 2004. Më thoshte Miço, James, po përmend se gjuna, do më përmend se ai na lidhi bash. Pa. Miço, Fatmir Ajdini, baba vllai pa bajt. Miço. Miço më thoshte se ka që me Ilir Dedejn, Miço me Ilir Dedejn. Tani që u bë më të morin që kishte Estel Collection, Esteli pa. Thoshte vinte mirë të Fatos Nanon kostumet e konfa. E kishte njëhet më Miço. Pa, gjithë çunat e Tiranës se një. Tiranë një Miço, pa, Miço te. Miço në Fatos. Me Ilir Dedejn të arot, të makinat. Tash ti. Pa. E thoshte, për Fatosin këto thoshte. Pa, po 3 qijat të dosit, shpejt. Bijoshi. Kumar. Pse ka lut Kumar? Ka lut. E lutën Las Vegas, e New York, e ka lutë gjane në Atlantic City me Trumpin, me gjithë atë. Tjetër, e keqja dytë. E keqja dytë që ndau Regina nga Joana. Joana Shyll, po ndau Regina. Pa. Regina i shkonte në burg. Pa. I shkonte në burg e çonte Gim Leshi. A Gim Leshi e çonte me makinë deri në burg, deri në Belç. Deri në Belç. Atë janë çështje private. Çështje private nuk po futem aty, po gjuna. Se kishte 2 fëmijë. Kush e di, marrëdhëniet midis dy njerëzve. E di, po gjuna. Pa. E treta. E treta Fatos Nanës? E keqe, pa. E keqe më e madhe apo më e vogël? Se dushti. E keqja treta Fatos Nanës. Është që e flet anglishtën më mirë se shqipen. Pa, kjo është e vërtetë. Pa, me fjalë të mëdha. E them, me fjalë $1 milion. Pa. Tash ti kemi rallën e basketbollistit. Edi Romës? Edi Romës. Ja, do të shoh hapë lakrat. Hapi. 3 mirat e Edi Ramës. 3 mijë Edi Romës. Pa.
Kam pa ekspozitën e Galeria e Arteve, ekspozitën lartë, në katë dytë. Kam pa pikturën e madhe të Edi Ramës, realizmi socialist. Po, realizmi. Që ishte një ushtarak, një punëtor, një kështu, një ashtu, ishte piktura e papar. E papar. Mja thonë një pikturë me gjyku Edi Ramën. Kush ishte gjykimi atë? Shumë i mirë. Shumë i mirë. Unë kam pa galeritë në Washington DC. Çfarë ishte impresioni? Galeritë e arteve. Çfarë impresioni tipte? Mipte ajo pikturë që kishte bëj Edi Rama, ajo e madhe, shumë e madhe, faqemuri, e madhe. E di. Ajo pikturë që kishte bëj Edi Rama, më ngjante si mozaiku historiku të Tiranës, muzeut historik. Pa. Në atë fushësh. E ka kopju nga muzeu historik i Tiranës, pa ka bërë miniaturë. Pa. Tash më thuj të mirën e dytë. Basketbollisti mirë shumë. Basketbollisti mirë. Shumë e mirë. Për mua, unë e gjykoj se dita gjykoj. Pa. Dita gjykoj se kam luajtur basketboll. Pa. Basketbollisti shumë i mirë. Kisha aq nerv domos se dilte me 5 personale gjithmonë jashtë. Me not mod. Me seda të modhe. Edhe do ta them edhe këtë sekret mod, që se di njëri, më ka thënë Bledar Kuke. Bledar Kuke ja ka thënë Agim Fagu, ose kush ka thënë një tjetër. E la basketbollin ditën që kisha ardhur nga jashtë. Kisha ardhur nga jashtë në turne me jashtë. E luajti kundër Agim Fagut dhe shokut vet, dyshe. E rafi Agim Fagu basketboll, e tha do ale basketbollin që. Pa, këtë di. Këtë di. Vërtet, është vërtet. Pa, do e bëjmë. Tasti. E mira tretë. Pra piktori mod po. Pa, basketbollisti mod po. Pa, Europa. Themi gjë tjetër? Pa. 3 gjuhë që fletet i Roma, s'di flasi Berisha. Po tjetër, çfarë të bëj? Kush e di Roma? E tretë, ndihem me tretën, Europa. Me këtë ky bëhet presidenti i Europës. Mas Ursula von der Leyen, pa. Thash mos bësh presidenti i NATO. Da fusë Shqipërinë në Europë të bëhet presidenti i Europës. Po do bëhet presidenti i Europës, aty ka qëllimin. Si? Pa, kam një shprehje. Pa kena që them unë Obama Rama is panorama. Obama Rama është panorama. Obama Rama Barack Obama Barack Obama ose Edi Rama është pano, çuni Akil Pan, Jonathan Pano kundrejt Edi Ramës. Okej. Tashti. Me nëse do e fusë Shqipërinë në Europë? Shumë kollaj valla. Shqipëria ka qenë në Europë valla. E futi Amerikën 1919 në Versailles. Versailles, Që në Versailles futi në Europë Shqipëria. Pse ka ditë njëri. Juridikisht jemi në Shqipëri, de facto jo. Juridikisht jemi në Europë. De jure po. De jure unë jam presidenti i Europës. Po. Mirë, i madhi. Në fet përpaqe unë jam presidenti i Europës, futi Anglia. Po. Unë konkurrova kundër Jolandi Ilianos në Belgjik. Po u toroqja nga se u bë paso doble, e bën me hile votimin. E bën votim të hapur. Ishte votim i mbyllur. Dhe shumë më tërheqi votën time e tërheqi kandidaturën time, le të zgjidhet ajo tash. I madhi. E zgjodha atë, po de jure jam unë. De facto është ajo. Po. Ishte ajo. Përveç presidenti i Europës, apo sekretari i përgjithshëm i Amerikës. Sekretari i përgjithshëm. Wow. I madhi. Tashti, më thuj 3. Kam qenë sekretari i përgjithshëm i studentëve ndërkombëtar të Amerikës. Më thuj 3 kia. Presidenti i trupit studentor të studentëve ndërkombëtar. Më thuj 3 kia për Edin. E për akreditimin mbas doktor Petri unë jam më i miri në botë. Për akreditimet. Kam gjithë certifikata akreditimeve. Doktor Petri është mentori im, babai im. Po pra se shkoj. Mbas doktor Petri jam po, 300 për çka do të dish. Po Edi Ramën? 300 Edi Ramës dhe e mylli. Luaj tenis me afrikanë jugore. E keqja dytë si vazhdo. Luaj basketboll. Na morë gjithë, na morë 2 orë që kalu gjithë trashëgimi. E keqja dytë, çfarë do? E keqja dytë. Edi Ramës? Është më kalon mu pa punë, po më ka dhënë pension.